Qeveria e Serbisë ka në plan që të hënën të kërkojë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit në OKB për shkak të miratimit të ligjit për Trepçen nga ana e Kuvendit të Kosovës. Kjo për arsye se qeveria serbe konsideron se Kosova i ka konfiskuar pasurinë Serbisë dhe ka shkelur rezolutën 1244, me të cilën sipas tyre sigurohet paqja dhe stabiliteti në rajon. Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Đurić, i ka bërë të ditura të gjitha këto gjatë një konferencë për media. Ai ka shtuar se vendimi për Trepçen nga autoritetet kosovare është një përpjekje për të përfunduar spastrimin etnik të serbëve nga Kosova. Ne do t'i drejtohemi Këshillit të Sigurimit të OKB-s të hënën për konfiskimin e pasurisë së Serbisë nga ana e Kosovës dhe shkeljes së rezolutës 1244. Vendimi i tyre është i pavlefshëm dhe i pazbatueshëm. Pastaj ka dhe pasoja kur është fjala për marrëdhëniet e ligjit të punës, marrëdhënie debitor-kreditor dhe detyrimet të tjera. Ata që nuk duan të flasin në Bruksel për Trepçen, do të duhet të diskutohet në OKB. Miratimin e ligjit për Trepçen e ka kundërshtuar edhe ministri i Serbisë për punësim Aleksandar Vulin. Ai është shprehur se kjo është një përpjekje për të destabilizuar situatën. Ky është një destabilizim i vërtet dhe ne të gjithë duhet të jemi të shqetësuar në lidhje me këtë, dhe kushdo që po e kryen destabilizimin nuk po e bën atë vetëm në lidhje me pronën, por po krijon një situatë shumë të vështirë për të kontrolluar. Trepça është quajtur si simboli luftës për mbijetesë i 2500 serbëve nga Milovan Dreçon. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën Dreçon ka thënë se ligji përbën spastrim etnik për serbët e veriut. Trepça është simbol i mbijetesës për 2500 serbë që punojnë në pjesën veriore të saj, derisa dim se pjesa e cila menaxhohet nga shqiptarët është totalisht një rëmuj. Ligji për Trepçën përbën spastrim etnik të serbëve të Kosovës, por e qeveria serbe është duke punuar në parandalimin e zbatimit të këtij ligji. Ai shtoi gjithashtu se ligji për Trepçen mund të rrezikojë stabilitetin e marrëdhënieve me Kosovën dhe madje mund të ndalojë procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe ta destabilizojë situatën në tërësi.